Në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, sot u mbajt Olimpiada e Ekonomiksit. Olimpiada e Ekonomiksit shërben si dëshmi e përpjekjeve të përbashkëta në promovimin e edukimit ekonomik dhe frymëzimin e një brezi të ri ekonomistësh dhe inovatorësh. Kjo synohet të fuqizojë të rinjt me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të manovruar në ambientin kompleks ekonomik. Organizatorët theksuan se ky aktivitet është në rritje nga viti në vit, pasi që nga 25 shkolla që kanë qenë të kyçura në të kaluarën, tash ky numër është 52 shkolla. Në bashkëpunim me Institutin Alternativa Liberale, tani më e kemi bë këtë event tradicional ndër vite, të është të quajtura Olimpiada Ekonomike, në të cilën do të garojnë maturant dhe nxënës nga shkollat e mesme në çështjet ekonomiksit, dhe që është një paratrajnim, parahyrje, parapregaditje për fazën e ardhshme të tyre. Prandaj edhe universiteti ka përkushtimi dhe ka nderin gjithmonë që të jetë organizator dhe një koqiri këtyre, kuptohet nën ambrellën e institutit. Sot në Universitetin e Evropës Juglindore, në organizim të Institutit Alternativa Liberale dhe Economics Fundamentals Initiative, jemi në raundin nacional të organizimit të Olimpiadës Ekonomiksit. Është me rëndësi të cekët se jemi në vitin e 3 të organizimit dhe çdo vit kemi rritje në pjesëmarrje nga 25 shkolla në vitin e parë, tash në nivel nacional kemi shtrirje në 52 shkolla dhe kemi shkuar nga 900 nxënës në vitin e parë pjesëmarrës në 2693 nxënës pjesëmarrës në nivelin shkollor, dhe këtu kemi diku afër 75 nxënës nga 30 shkolla të ndryshme nga 16 qytete të Republikës së Maqedonisë së Veriut që janë pjesëmarrës në Olimpiadë. 5 më të mirët të ditës së sotit do ta prezantojnë Maqedoninë e Veriut në garat ndërkombëtare që do të mbahen në Greqi. Olimpiada e Ekonomiksit organizohet nga Instituti Alternativa Liberale dhe Economic Fundamentals Initiative nga SBA në bashkëpunim me Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë të Universitetit të Evropës Juglindore.